Ju flet opozit. Për të mirën tuaj. Qytetar të dashur. Ne, lideret e opozitës, nuk mund ta pranojmë zgjedhjen e kryetarit që do ta mundësonte mandatin e kryeministrit me 51%, sepse kjo nuk do t'ishte demokraci. Kjo do t'jetë diktatur. Diktatur kundër kujt? Kundër njerëzve që kanë sukses, kundër njerëzve që kanë krijuar pasuri dhe kundër veteranëve. Sepse kjo qeveri ka ndërmend të bëjë diçka shumë të rrezikshme, të turpshme, të ndjek njerëzit që kanë para. Imagjinoni çfarë ndodhi. Policia ndaloi një makinë. Brenda ishin 3 veta dhe në makinë u gjetën 1 milion euro. Vetëm 1 milion, ju lutem. Merreni me mend. Pra, disa thërmia për një biznis të vogël. Vëllezërit tan i morën në polici, i trajtuan si kriminal, vetëm pse kishin para. Fatmirësisht gjykata i liroi, sepse edhe drejtësia e di një gjë të thjeshtë. Njeriu nuk duhet të ndëshkohet pse është i pasur. Përkundrazi, ai duhet të respektohet, sepse janë pikërisht këta njerëz që kanë ndërtuar këtë vend. Ata kanë themeluar kompani, kanë krijuar vende pune dhe kanë ndërtuar edhe pallate. Dhe pallatet tona nuk janë vetëm për ne, janë ëndra vetëm për ju, që një ditë edhe ju të thoni, edhe unë dua një të tillë. Prandaj ne kërkojmë zgjedhje të reja, që ta rishikoni votën tuaj, ta korrigjoni, njeriu gabon, sepse pa pasuritë tonë nuk do të ketë zhvillim, pa pallatet tona nuk do të keni ëndra, dhe pa të djeshmen tonë, e sotmja juaj nuk do të kishte ardhur kurrë. Qytetar të dashur, filozofi i mesjetës Sokrat Gjyqekati nga shkolla e famshme e Qinamit thoshte: kur të pasurit nuk ngucen, populli flej i qetë. Ne nuk do ta lejojmë një njeri të Serbisë t'ju prish juve gjumin. Kurrë, ju e meritoni të flini. Flini. Dhe qytetar të dashur, le të themi edhe diçka shqip e qartë pa dorza dhe pa çorape. Ne e dim se dekreti i kryetares është kundër frymës së kushtetutës, por ndonjëherë edhe kushtetuta duhet të shkelet për të mirën tuaj dhe tonën. E pastaj e kanë shkruar auslanderat. Prandaj shkelja është shumë në interesin tuaj dhe pak në interesin ton. Kështu shkëputemi një herë e përgjithmonë nga diktatura që po ju kërcënon juve dhe neve. E bëjmë çdo gjë vetëm për të mirën tuaj, jo për tonën. Ne kemi boll. Lexoj me keqardhje dhe buzë në gaz Inteligjenca Artificiale. Kaq edhe për sot. Autori ishte Lis Bukuroca.